Andaj, ajo që mund të jetë alternativa është që na detyrimisht duhet të gjithë të insistojmë, të gjithë që kanë domethënë pjekurit mjaftueshme ose janë prind, të insistojnë që fëmijët e tyre do e mos të shkollohen, jo me shkollim formal, me shkollim cilësor. Nëse na krijojmë domethënë një brez të rish me shkollim cilësor, të cilët spaku do t'i dinë 3, 4, 5 gjuhë botnore, atëherë na do të krijojmë themelin ose platformën bazë nga e cila platformë do të krijohet masa kritike, pastaj nga cila masë kritike do të krijohet masa elitare. Edhe ajo masa elitare do të jetë masë me merit, masa elitare e vërtetë. Gjithmonë ka një zgjidhje dhe jo kjo zgjidhja pavarësisht është e shtrirë në kohë, se ne duam gjërat bëhen që nesër. Jo, normalisht proceset e prishjes janë të shpejta. Proceset e ndryshimeve pozitive dhe ndërheshjes janë nga data. Shumë thjesht është, një shtëpi për ta prish duhet një ditë. Për ta ndërtuar duhet një vit. E qartë. Edhe këtu, shoqëria jonë për momentin gjithë na e kemi vërejt, do thotë nuk ka pasionin e mjaftueshëm të duhur për shkencë dhe ditori. Kjo është evidente. Andaj shumica e njerëzve do thotë e parapërqejnë gurbetin, që është domethënë një sfidë moderne që ka populli shqiptar, me qindra mijë janë në Greqi, me qindra mijë janë në perëndim në Evropë, edhe pjesa tjetër e shqiptarisë, domethënë Kosova maqedonisht e ngjashme me Evropën perëndimore, sepse aty leku fitohet domethënë me kontribut fizik. Mirë, po paramendoni nëse na prodhim intelektual të mirëfillt. Sikur se ndodh tani me mjekësinë, për shembull nga Kosova dhe Maqedonia, çdo student i mjekësisë që sapo e ka përfunduar fakultetin e mjekësisë, me automatizëm pranohet në Gjermani, domethënë edhe në specializim, edhe i punësuar me rrogë, do thotë marramendse që skrahasohet me rrogat këto. Që tregon se nëse ti jepësh shkencës dhe diturisë mirëfillt, jo vetëm ku të shkosh ti do të kesh vlerë. Andaj thash dituria është ajo që të jep pushtet vërtet.